Si llogaritet zakati I parave? Monedhat kanë zakat, sepse ato janë në vend të monedhës së arit dhe të argjendit. Dikur kanë qenë monedhat e arit dhe të argjendit, që është domethënë dinari dhe dirhemi. Këto ishin termet e përdorura. Kështu që ka domethënë zakat edhe për monedhat, për parat, domethënë dollari, euro, leku e tjerë. Por besimtari e ka detyrë që t'jap zakatin e tyre në qoftë se plotson kuotën dhe në qoftë se kanë kaluar një vit në gjendje. Në lidhje me kuotën ka dy mendime. Sipas një mendimi do të merret parasysh kuota, do të vlerësohen parat sipas kuotës së arit. Në qoftë se kapin vlerën e 85 gram flori, atëherë e ka detyrë, ose më tepër se kaq, e ka detyrë të jap zakatin, në të kundërt jo. Dhe sipas kuotës së arit I bie domethënë përafërsisht 7500 euro. Kush ka gjithsej 7500 euro ose përafërsisht domethënë 7.400.000 lekë të vjetra, ai e ka, ose më tepër se kaq, e ka detyrë të jap zakatin, ndërsa ai që ka më pak se kaq nuk e ka detyrë që të jap zakatin. Domethënë kjo domethënë nisur nga çmimi I floririt në treg në ditët tona, sepse çmimi I floririt mund ndryshojë nga dita në ditë, nga muaji në muaj, nga viti në vit, por duke marrë parasysh çmimin që ka domethënë në këto ditë. Dhe sipas mendimit tjetër do të merret parasysh kuota që është më e leverdishme për të varfrin dhe në kushtet tona, në ditët tona, më e leverdishme për të varfrit është që të merret parasysh kuota e sermës, për shkak se njerëzit që do të japin zakat do të jenë më shumë. Do të japin zakat dhe ata që kanë më pak se 7.500 euro, ai që ka 6.000 euro, 5.000, 4.000, 3.000, 1.000 euro, madje dhe ai që ka 600 euro, pra që sepse kuota e sermës është përafërsisht 600 euro. Dhe kush ka kështu I bie, domethënë kush ka pasur në gjendje për një vit 600 euro, ka plotësuar nevojat dhe I kanë tepruar në gjendje për një vit të paprekura 600 euro ose më pak se kaq, ai duhet të jap zakatin. Themi kush e jep zakatin duke marrë parasysh kuotën e floririt, nëse ka 7.500 euro ose më tepër se kaq, dhe nuk e jep, nëse ka më pak se kaq, ai nuk konsiderohet gjunahçar, sepse ka marrë një mendim të konsiderueshëm të dietarëve të ummetit. Por nëse do të marrim parasysh kuotën e serbës dhe do të japin zakat edhe ata që kanë më pak se kaq, kanë përafërsisht 600 euro ose më tepër se kaq, kjo është më e mira, kjo është më e pastra, kjo është më e sigurta për t'u liruar nga detyrimi dhe nuk është një gjë e madhe, se mund mendoj dikush që është e vështirë për njeriu të jap zakat edhe kur ka 1.000 euro për shembull. Po nuk është gjë e madhe, sepse në 1.000 euro do të jap sa do jap gjithsej 25 euro. Kjo është një pasuri që I ka tepruar, ka plotësuar nevojat vjetore, I ka pas në gjendje pa prekur gjatë vitit 1.000 euro, edhe merr prej tyre vetëm 25 euro dhe ja jep një të varfëri. Nuk është gjë e madhe. Nuk është ndonjë mundim I madh dhe do të konsiderohet prej zakatdhënësve, prej atyre që kanë dhënë zakatin, arrin mirësinë e përmbushjes së kësaj shtyllet e Islamit, shpresohet që të fitoj dashurinë e Allahut, dhënia e zakatit është një nga sebepet për të përfituar mëshirën e Zotit, për faljen e gjunaheve, për të fituar xhenetin, siç përmendet në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, po njeh dhe drejtën e të varfrit, tregohet bujar, tregohet bamirës, pra arrin ato mirësitë e shumta të zakatit, ndërkohë që shuma që do të jap është fare e vogël dhe nuk e rëndon të varfrin. Prandaj ka dietarë që mendojnë se sa I përket zakatit të monedhave monetare dhe mallrave tregtare nuk shikohet fare se sa është kuota.
bën llogarinë në krye të vitit, jep zakatin, nëse ke pas diçka që të ka tepruar gjatë vitit, bën llogarinë, jep zakatin dhe elhamdulillah, ky është mendimi i Ibn Bazit, Allahu e mëshiroft.